Me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të veçanta, 3 dhjetorit, në Gostivar aktivitetet u organizuan nga shoqata qytetare, në mungesë të mbështetjes institucionale nga pushteti lokal. Fëmijët pjesëmarrës shijuan shoqërimin, ushqimin dhe dhuratat simbolike të përgatitura nga organizatorët. Këtë vit shënimi i ditës u realizua nga shoqatat humanitare e qytetare, Dr. Trajqe Neshkovski, shoqata qytetare When in Trouble, dhe qendra për resurse e prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta në Gostivar. Përfaqësuesja e shoqatave Ema Neshkovska theksoi rëndësinë e vëmendjes së vazhdueshme për personat me aftësi të veçanta, duke theksuar se ata janë të rëndësishëm gjatë gjithë vitit, e jo vetëm një ditë. Organiziravме настан символично за да го одбележиме овој ден на овие лица. Dërkojmë mesazhe se personat me nevoja të veçanta janë të rëndësishëm në të gjithë 365 ditët e vitit, e jo vetëm një ditë. Megjithatë, në këtë ditë simbolikisht organizojmë një shoqëri të thjeshtë kushtuar atyre. Dëshirojmë të përcjellim mesazh solidariteti, bashkimi, respekti dhe përgjegjësie shoqërore, të ndërtojmë një shoqëri inkluzive dhe krijon mundësi e jo kufizime. Aftësia e veçantë nuk është pengesë, dallimet janë një formë force, energjie, bukurie dhe talenti që këta persona e dëshmojnë çdo ditë. E pyetur mbi mungesën e përfshirjes së komunës së Gostivarit, ajo tha se ky është viti vetëm që institucionet lokale nuk kanë ofruar mbështetje pavarësisht ftesave për bashkëpunim. За жал, морам да потенцирам со огромно жалење. Për fat të keq me duhet të potencoj me keqardhje të madhe se ky është një nga vitet të ralla ku komuna, gjithsesi pushteti lokal nuk organizon asgjë me rastin e shënimit të kësaj dite, e që është shumë e rëndësishme. Në vitet e kaluara në vazhdimsi organizohesht event të kushtuar personave me nevoja të veçanta, ku komuna jep të rëndësi kësaj dite, por edhe këtyre personave dhe jo vetëm këtë ditë, gjatë vitit komuna ishte hapur për bashkëpunim, mbështetje dhe ndihmë për personat me aftësi të veçantë dhe personat nga kategoritë e rrezikuara. Por për fat të keq, komuna këtë vit nuk u përgjigj ftesës dhe nevojës për të organizuar event kushtuar këtyre personave dhe gjithsesi të na mbështes neve si shoqat që bëjmë gjithçka me atë që kemi si mundësi, me ato kushte që kemi të kufizuara që të kushtojmë vëmendje këtyre kategorive të rrezikuara. Për të gjithë shpenzimet e organizimit u kujdesën vetë shoqatat, megjithatë ajo që mbetet më rëndësishmja ishte gëzimi i fëmijëve të cilët u argëtuan, morën dhurata dhe kaluan kohë së bashku në një atmosferë të ngrohtë dhe solidare.